Zotë Qipi, si e shikoni protestën e cila ka kaluar mbi një muaj tashmë dhe se çfarë po ndodh me vetë këtë protestë, por edhe në raport me Edi Ramën dhe sepse ky i fundit po ngul këmbë dhe nuk jep dorëheqjen ashtu siç është një nga pikat kryesore të protestës. Unë kam thënë ditën e parë kësaj proteste që Edi Rama nuk do të rrëzohet vetëm nga protestat. Vetëm nga protestat rrëzohen kryeministra që kanë ardhur në pushtet me zgjedhje të lira dhe të ndershme dhe që detyrohen të japin dorëheqjen për shkak të presionit nga brenda partisë tyre, sepse partia, deputetët, antarët e saj nuk dëshirojnë një humbje katastrofike në zgjedhjet pasuese. Në këto raste, deputetët i ushtrojnë presion kryeministrit, kryeministri jep dorëheqjen, mundësisht përpiqen për të shmangur zgjedhjet e parakohshme, duke bërë një riformatim të qeverisë me një kryeministër tjetër. Dhe kjo bëhet jo për të dëgjuar zërin e qytetarëve, por për të mbrojtur interesin e partisë. Rasti më i freskët që keni është dorëheqja e Keir Starmer në Britani, që nuk ka ardhur si pasojë e protestave, por ka ardhur si pasojë e pakënaqësisë në rritje të popullatës, e cila reflektohet në presion ndaj deputetëve, sepse deputetët vinë me zgjedhje në sistem majoritar të pastër. Dhe secili prej tyre bën llogaritë veta. Nëse vazhdon Keir Starmer, unë s'jam më deputet apo antar i Dhomës Lordëve pas zgjedhjeve të ardhshme, kështu që unë i bëj presion kryeministrit tim që të tërhiqet. Në Shqipëri kjo nuk mund të ndodhë, sepse ne e dim, ose të paktën kështu besoj unë, nuk e di për ju, që Rama nuk ka ardhur në pushtet me zgjedhje të lira dhe të ndershme. Nga ana tjetër ne kemi një sistem proporcional, kinse pjesërisht me listat hapura, por praktikisht me lista 100% të mbyllura, dhe Rama është i gjithë pushtetshëm brenda Partisë Socialiste. Nuk mund të ketë një rebelim masiv të deputetëve që e rrëzojnë Ramën. Nga ana tjetër, është rasti të kujtojmë se për shkak të modifikimeve që janë bërë kushtetutës sonë nga Rama dhe Berisha, kur them nga Rama dhe Berisha, në kuptoj nga dy partit, por ata janë generalet dhe nga pas kanë vetëm ushtar, s'kanë as kolonel as major. Pra këta dy general e kanë modifikuar kushtetutën në mënyrë të tillë që edhe nëse rrëzon me votë besim kryeministrin në detyrë, kryeministri mbetet në detyrë, de facto kryeministër, megjithëse është rrëzuar me votë besim, deri në momentin që zgjidhet një kryeministër i ri. Që do të thotë edhe nëse 15 apo 16 deputet të Partisë Socialiste i tërheqin mbështetjen e Ramës, pra në një rast votë besimit kërkuar nga opozita votojnë kundër tij, Rama do të mbetet kryeministër për sa kohë një kandidat tjetër nuk ka 71 vota në kuvend. Thënë këtë, unë nuk mendoj që Rama është i pamposhtur, nuk mendoj që është Zeusi, por vazhdoj të besoj se nuk do të rrëzohet vetëm nga protesta. Nëse protesta kalon në mosbindje civile, atëherë po, gjasat janë që Rama të bjerë. Në këtë rast, protesta ka filluar të përshkallëzohet, të paktën siç e kemi parë ditën e hënë, por ditën e sotme përpara kuvendit ku ka pasur përplasje me policinë. A mjafton ky përshkallëzim apo duhet shkohet në një mosbindje civile siç u shprehet edhe ju? Jo, nuk mjafton acarimi me policinë, madje acarimi me policinë nuk ndihmon. Në rast acarimi me policinë, Rama do të përdor gazin lotësjellës, do të përdor gjitha mjetet e dhunës që ka në dorë. E kemi parë këtë i përdor me bujari të skajshme ndaj opozitës. Kujtojmë që kjo qeveri e ka nisur përdorimin e granatave me gaz lotësjellës brenda banesave, kur u shemën shtëpitë tek stacioni i trenit në Tiranë, përpara orës 6 të mëngjesit, kundër çdo lloj kodi të procedurës penale. Pra kjo qeveri ka treguar që nuk e ka për gjë të helmojnë shqiptarët me gaz, dhe qytetari me duar bosh dhe i zhveshur në kuptimin e masave mbrojtëse, e ka të pamundur të luftojë ndaj bombave të gazit të cjellës. Do të ketë thjesht më tepër dhunë, më tepër acarim, ndoshta edhe shkatrim, edhe akte vandalizmi, po unë prapë nuk besoj se Rama bie në këtë formë. Shikoni, në 14 shtator 1998 ka pasur një rebelim shumë më ashpër. E megjithatë,
qeveria nuk u rrëzua. Qeveria pati mbështetje ndërkombëtare, pati mbështetje edhe nga një pjesë e konsiderueshme e opinionit publik shqiptar, u doq kryeministria, po kryeministri u kthye në detyrë pas 24 orësh. Ajo që e falimenton qeverinë është presioni mbi çdo socialist, duke filluar sigurisht nga grupi parlamentar, që secili të reagojë ndaj revoltës popullore, duke kaluar tek drejtorët e drejtorive dhe të institucioneve. Nga ana tjetër, do duhet që t'i ofrohet një perspektivë e qartë, më e mirë, jo vetëm atyre që bëjnë sot opozitën, po dhe atyre që për një arsye ose për një tjetër kanë votuar për Partinë Socialiste. Mosbindja civile, mos pagimi i faturave, rebelimi masiv në çdo sektor të jetës ku shfaqet politika globaliste neoliberale, mund ta quaj antikombëtare e qeverisë Rama, do të bënte që ata të zbrapseshin, sepse vetë globalistët do të ushtronin presion mbi Ramën duke e parë si një kartë ndjekur. Për sa kohë çështja është vetëm dorëheqja e Ramës, nga një anë nga shumica e protestuesve dhe flamingot e kuqe për një pakicë të protestuesve, Rama mbetet në pushtet. Apo shihet Edi Rama si kartë e djegur nga ata që e kanë fuqizuar deri më sot, apo po themi që Edi Rama vazhdon të ketë kredibilitetin përballë tyre? Shiko, unë kam vrarë mendjen gjatë dhe sinqerisht nuk gjej, ndoshta ka, po unë nuk gjej një kryeministër tjetër në botë, i cili ka edhe mbështetjen e globalistëve, edhe mbështetjen e sovranistëve, për atë dy të kundërtave. Edhe mbështetjen e BE-s, edhe mbështetjen e Donald Trump, madje edhe mbështetjen e Benjamin Netanyahu. Nuk njoh një kryeministër që të respektohet kaq shumë në Izrael, aktualisht nga kryeministrat evropianë, sa Rama, që njëkohësisht s'ka lënë gjë pa thënë kundër Trumpit, po me sa duket nuk i ka prishur shumë punë për marrëdhënien personale me të, dhe që vazhdon të jetë mbrojtur nga Parlamenti Evropian. Mos harroni që në Parlamentin Evropian Rama po kritikohet vetëm për transparencë dhe vetëm për cënim të mjedisit dhe të florës, të kafshëve dhe të shpendëve të lagunës Nartës. Në Parlamentin Evropian Rama nuk po quhet diktator, siç e quajnë protestuesit në rrugë me të drejtë. Rama nuk po konsiderohet koka e organizatës kriminale mafioze që drejton vendin, që drejton trafikun në drogës, që e ka kthyer Shqipërinë në një lavatrishe gjigande parash. Rama nuk po akuzohet për lidhjet personale jashtëligjore që ka me arkitektët e huaj. Në një vend tjetër normal, do të mjaftonte libri The Albanian Calls, shqiptari rreth, filmi dokumentar. The Albanian Calls, është një film dokumentar me të njëjtën temë, me intervista me arkitektë që kanë punuar në Shqipëri. Për ata që e kanë të vështirë të lexojnë 750 faqe libër, mbas është më e lehtë të shikojnë këtë dokumentar, gjendet në arkivën e internetit, Internet Archive. Aty provat janë ulëritse. Prokuroria nuk ka nevojë t'i thras këta njerëz, të dërgoj letër porosi, apo të dërgoj prokurorët e saj në vendet ku këta jetojnë ku të marrë dëshmitë. Ata tregojnë haptazi, shumë shkoqur. Gjithçka funksionon me kontaktin personal me Edi Ramën. Në këtë vend nuk ka rregullore, nuk ka pengesa, edhe kur ka pengesa i anashkalon Rama, boll që t'i pëlqej projekti. Se marrëdhënien me Ramën e kanë pasur personale. Me një mesazh në celular, a je i gatshëm të flasësh me kryeministrin në telefon, telefonat direkte nga Rama, vizitë në Shqipëri, më bëj një projekt. Unë nuk e di se si mund të rri spak duar lidhur pas një prove të tillë ulëritse, një dokumentar 2 orë me intervista të njerëzve që kanë bërë pazare me miliona euro me Ramën, duke anashkaluar çdo institucion ligjor të këtij vendi. Zoti Çipi, a ka një dorë të fuqishme apo një grup caktuar të fuqishëm që i thotë Edi Ramës qëndro, mos u largo, mos jep dorëheqjen? Pra, a ka një farë mbështetje Edi Rama apo është duke u braktisur?
Unë besoj se Rama është fuqimisht i mbrojtur nga Izraeli dhe Izraeli do të jetë streha e fundit e Edi Ramës, kur gjithçka të shkojë për drejt, dhe Edi Rama të kuptojë që nuk ka më asnjë shans në Shqipëri, me kam thënë dhe më herët këtë, Edi Rama do të shkojë në Izrael, do të marrë azilin dhe ndoshta edhe pasaportën izraelite. Në kushtet kur Izraeli është gjithmonë më i braktisur në arenën ndërkombëtare, gjithmonë më i kërcënuar me mandata arreste, me shpallje persona shkyç non grata në vende përkatëse europiane, Rama është ai që shkon dhe ban fjalime në Kneset, që mirëpret presidentin e Izraelit, që zgjeron marrëveshjet ekonomike, tregtare dhe ushtarake dhe në fushën e sigurisë. Izraelitët nuk janë vetëm në projekte turistike, po janë tashmë në projekte të zhvillimit bujqësor, të mbrojtjes së dhënave në Shqipëri, marrëveshje ushtarake, është e gjithanshme ndërhyrja e Izraelit në Shqipëri. Dhe pikërisht kur ky shtet është shpallur shtet gjenocidal nga gjykata, nga opinioni ndërkombëtar, nga shumë qeveri europiane, Rama është mbrojtësi i tyre më i madh. Po çfarë interesi ka Edi Rama në këtë rast? Edi Rama është tregtar flamujsh. Edi Rama do të bëhej me këtë do, edhe me djallin për të mbajtur pushtetin. Edi Rama nuk ka kur farë dhimbësurie për këtë vend, kur farë dhimbësurie dhe empatie për shqiptarët. Nëse do ta kishte në dorë, Edi Rama do ta kishte zbrazur këtë vend 100% nga shqiptarët, do ta kishte ndarë në parcela dhe do t'ua kishte dhënë të huajve në shkëmbim të marrëveshjes që ai të mbetej një lloj guvernatori, një lloj i deleguari me pushtet në Shqipëri.